Mirëmbrëma të gjithëve dhe ju në motë të Zotit kudo që ndodheni. Unë jam Demiti Qerim me fshati i Korçës. Më saktë nga fshati Kamenic i qarkut Korçë. Unë para një viti kam bërë një ndërhyrje kirurgjikale nga prostata dhe problemet shëndetësore të mia kanë qenë të vazhdueshme. Dhe sot që po flasim, unë ndodhem në qytetin e Tiranës nga një paralizë e papritur që më erdhi nga Gjilpera, që më kanë bërë në shtyllën kurrizore në momentin që më kanë bërë ndërhyrje nga prostata. Problemet siç u thash shëndetësore kanë qenë të erëpërsershme dhe Gjilpera që më bërë në shtyllën kurrizore më ka prekur qelizat nervore dhe më ka paralizuar këmbët. Unë për momentin ndodhem në qytetin e Tiranës i shtruar prej 20 ditësh. Kam qenë i shtruar edhe në qytetin e Korçës 20 ditë dhe unë rrezikoj të paralizohem totalisht. Po përpiqem me mishë me shpirt për të bërë një vizitë në fundit për të hyrë në ndërhyrje kirurgjikale të SAA. Arteriografia. Dhe për momentin po më mbajnë me shpresën, jo sot, po nesër, djerë më kanë shpenur në qytetin e Fierit për ta bërë të vizitë. Fatkeqësisht, atje më kanë thënë që të kemi ngatruar me një pacient tjetër dhe nuk e ai person. Nuk e di ku ka arritur Shqipëria. Dhe më kanë sjellë në orën 1 të mbrëmjes prapë në qytetin e Tiranës. Dhe sot po më detyrojnë mjekët e spitalit të Tiranës, po më detyrojnë që të largohem për në banesën time. Unë në këtë gjendje që jam skandal. Unë rrezikoj të paralizohem totalisht. Nuk e di se si të vej kjo punë, edhe ky avë që më ka zënë. Po unë e privati i vlezëve motra nuk e arrit dot të stabej, se kam një vit mbeta spitaleve. Nuk kam në vend pavarur, Maqedoni, Tiranë, Korçë. Nuk e di, jam shumë i harxuar. Kam lënë 20 milion lekë dhe sot nuk qëndroj dot në këmbë. Nuk u kam shpresë që ta bëni privati. Jam i pafuqishëm. Prez nga shteti të më ndihmojë, kanë bërë edhe kërkesa në Ministrinë e Shëndetësisë dhe asnjë lloj përgjigje më sot.